Një program i ri kombëtar për përgatitjen e bizneseve shqiptare për tregun evropian pritet të nisë këtë vjesht si pjesë e procesit të integrimit e transformimit ekonomik të vendit. Kryeministri Edi Rama theksoi se bizneset shqiptare ndogën përballë një ndryshimit të pandalshëm që vjen me integrimin e Bashkimit Evropian, duke cilësuar këtë proces si sfidues për vendimtar për zhvillimin ekonomik të vendit. Ai nënvizoi se qeveria do të jetë pranë sipërmarrjes përmes një pakete mbështetëse me ekspertizë ndërkombëtare e programe të dedikuara. Dhe pikërisht për t'ju gjendur pranë bizneseve në këtë përballje me të ardhmen që po vjen me shpejtësi tani më dhe në mënyrë të pandalshme, që është antarësimi në Bashkimin Evropian, ne jemi angazhuar në krijimin e këtij programi kombëtar, të cilin do ta mbështesim edhe me ekspertizën e UNDP-s, që do të angazhoj në funksion të programit ekspertë të mirë informuar dhe të mirë përgatitur për të asistuar sipërmarrjen shqiptare. Jemi në kushtet kur na duhet nga një anë të rrisim mbështetjen për sipërmarrjen, gjë që e kemi bërë dhe do vazhdojmë ta bëjmë vijimësisht, sepse ky është sistemi i sipërmarrjes. Ky është sistemi i krijimit të vendeve të reja të punës nga sipërmarrja. Ky është sistemi i zhvillimit ekonomik dhe social përmes lulëzimit të sipërmarrjes. Ky është sistemi ku pa sipërmarrësin ka vetëm iluzione dhe humnera pas tyre. Ndërkohë, Ministra e Ekonomisë e Inovacionit, Delina Ibrahimaj, bëri të ditur se për programin do të vijë në dispozicion një fond për 250 milionë eurosh që synojnë mbështetjen e bizneseve përmes kredive e trajnimeve, me objektiv përfshirjen e rreth 48.000 ndërmarrjeve e përgatitjen e tyre për standardet e tregut evropian. Programi pritet të nisë në muajin tetor e do të fokusohet në rritjen e konkurrenshmërisë, transformimin digjital e përshtatjen e bizneseve shqiptare me tregun e Bashkimit Evropian.